Një makinë ka rënë në det në portin e barit, dërsa po hipte në një traget me destinacion Shqipërinë, dërsa pamjet janë publikuar nga media italiane La Repubblica. Në automjet, ndodhej vetëm drejtuesi i saj, i cili arriti të ngjitej në kat dhe u shpëtua nga roja e Bregdetit. Sipas raportimeve fillestare, makina kishte kaluar kontrollet e sigurisë, dërsa për shkak të kushteve të motit me shi të rëmbyrshëm, shoferi humbi kontrollin dhe përfundoi në det. Shoferi me shtetësi shqiptare theu xhamin e përparëm të makinës dhe arriti të dilte para se automjeti të fundosej. Njësitë e zjarfikësve dhe zhytjes ndërhyn për të rikuperuar makinën nga uji. Shqipëria dhe Kosova kanë siguruar për herë të parë në historinë e tyre praninë në play-offin e botrorit dhe të njëjtën do të mësojnë dhe emrat e kundërshtarëve me të cilët do të përballen fillimisht në gjysmëfinale më pas edhe në finalen e mundshme për biletën për aktivitetin e verës së ardhshme. Gjithsesi, Shqipëria e di që tani se në bazë të renditjes së FIFA-s do të jetë vendosur në vazën e tretë në short, ashtu si Kosova, me ndeshjen gjysmëfinale që do të zhvillohet jashtë fushës ndaj një skuadri të vazës së dytë. Ndeshjet e sotme kanë përcaktuar edhe emrat e ekipave që kuqezin dhe Dardanët do të kenë përballë të paktën në hapin e parë të shortit. Pas lëvizjeve të ndryshme në grup në ditët e fundit të kualifikuesve, si dhe situatës së ekipeve në renditjen e FIFA-s, tabloja tashmë paraqet përfundimisht 4 skuadrat, me të cilat do të dalin emrat e gjysmëfinalistëve për Shqipërinë dhe Kosovën. Ato janë Polonia, Walesi, Çekia dhe Slovakia. Në shortin e FIFA-s do të përcaktohet ndarja e gjysmëfinaleve dhe i finaleve, ku çiftet fituese do të ndeshen mes vazave 2 dhe 3, do të përballen me çiftet fituese të ndeshjeve me skuadrave të vazës së parë dhe të katërt. Do të jetë shorti që të njëjtën për të përcaktuar se cila skuadër do të jetë pritëse e finales në stadiumin e saj. Ndeshjet e para të play-offit janë më datë 26 mars, ndërsa ndeshjet finale janë planifikuar më datë 31 mars. Ndarja në vazon e parë është Italia, Danimarka, Turqia, Ukraina; në vazon e dytë Polonia, Walesi, Çekia dhe Slovakia; në vazon e tretë është Irlanda, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova; në vazon e katërt Suedia, Rumania, Maqedonia e Veriut dhe Irlanda e Veriut. Në ndeshjen e fundit të ciklit kualifikues për Kopën e Botës 2026, kombëtarja e Kosovës doli barazim 1-1 në shtëpi ndaj Zvicrës. Pavarësisht përpjekjeve të mëdha, një nga momentet më të komentuara pas ndeshjes ishte vërshëllima e tifozëve ndaj Granit Xhakës, yllit shqiptar që u vërshëllye në çdo prekje të topit. Pas përfundimit të takimit, Xhaka ka reaguar për këtë situatë, duke thënë se ishte befasuar dhe ndjente dhimbje për të. Jam i befasuar që jam fishkullyer dhemb, por më duhet ta pranoj atë. Mundohem të koncentrohem vetëm në futboll, për fat të keq është pjesë e lojës, ka thënë ai. Pavarësisht këtij momenti të vështirë, Xhaka ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen që ka pasur gjatë gjithë karrierës nga tifozët zviceran dhe ka theksuar rëndësinë e këtij kualifikimi të Kupës së Botës. Ai ka deklaruar pavarësisht se çdo sfidë është krenar për arritjet e ekipit dhe se kjo është një fushatë e suksesshme për Kosovën. Xhaka gjithashtu ka përmendur se përkrahja e tifozëve të Kosovës dhe stabiliteti mental i ekipit janë faktor kyç për të arritur sukses në të ardhmen. Pas ndeshjes, ai ka shprehur se ekipi ka pasur një kampanjë të mirë dhe se është i lumtur me arritjen e këtij kualifikimi historik.